Të gjithë elementet HTML pozicionohen si statike si parazgjedhje. Elementet me pozicionim statik nuk ndikohen nga vetit top, bottom, left dhe right. Një element me pozicionimin statik pozicionohet gjithmonë sipas rrjedhës normale të faqes. Ky element div e ka pozicionimin statik. Ja kodi CSS që përdoret. Një element me pozicion relativ pozicionohet në raport me pozicionin e tij normal në rrjedhën e dokumentit. Caktimi i vetive lart, djathtas, poshtë dhe majtas do të bëjë që elementi të rregullohet larg pozicionit të tij normal. Përmbajtja tjetër nuk do të rregullohet për t'u përshtatur në asnjë boshllëk të lënë nga elementi. Ky div ka pozicion relativ dhe është i shtrembëruar 30 piksela në të djathtë të pozicionit të tij normal. Ja ku është CSS që përdoret. Një element me pozicion të fikusar pozicionohet në raport me zonën e shikimit, viewport, që do të thotë se ai qëndron gjithmonë në të njëjtin vend, edhe kur faqja lëvizet, scrolling. Vetit top, right, bottom dhe left përdoren për të përcaktuar vendndodhjen përfundimtare të elementit. Një element i fiksuar nuk lë hapësirë boshe në faqe aty ku do të ishte vendosur normalisht. Ky element div ka një pozicion të fikusar. Vini re elementin e fiksuar në qoshin e poshtëm të djathtë të faqes. Ja kodi CSS i përdorur. Një element me pozicionim absolut pozicionohet në raport me paraardhësin më të afërt që ka një pozicionim të caktuar, pra me një vlerë të pozicionit të ndryshme nga statiku. Megjithatë, nëse një element me pozicionim absolut nuk ka paraardhës të pozicionuar, ai përdor trupin e dokumentit, elementin body dhe lëviz së bashku me rrëshitjen e faqes. Shënim: elementet me pozicionim absolut hiqen nga rrjedha normale e dokumentit dhe mund të mbivendosen mbi elemente të tjera. Ja një shembull i thjeshtë. Ky element div ka pozicion relativ. Ky element div ka pozicion absolut. Ja kodi CSS që përdoret. Një element me pozicion ngjitës kalon midis një pozicioni relativ dhe fiks, varësisht nga pozicioni i lëvizjes. Një element ngjitës pozicionohet relativ derisa të arrihet një pozicion i caktuar lëvizjeje, pastaj ai ngjitet në atë vend si pozicioni i fiksuar. Shënim: duhet të specifikoni të paktën një nga vetit sipër, djathtas, poshtë ose majtas, që pozicionimi i ngjitës të funksionojë. Në këtë shembull, kur elementi ngjitës arrin në krye të faqes, lart, 0, ai ngjitet në këtë pozicion.
Në këtë shembull ilustrojmë se si të pozicionojmë tekstin mbi një imazh. Në këtë shembull ilustrojmë se si të pozicionojmë tekstin mbi një imazh. Në këtë shembull ilustrojmë se si të pozicionojmë tekstin mbi një imazh. Në këtë shembull ilustrojmë se si të pozicionojmë tekstin mbi një imazh. Në këtë shembull ilustrojmë se si të pozicionojmë tekstin mbi një imazh.
Vetja e indeksit Z specifikon rendin e elementeve të pozicionuar në grumbull. Renditja e grumbullit përcakton se cili element duhet të vendoset përpara ose pas elementeve të tjerë. Kur elementet pozicionohen, ata mund të mbivendosen me element të tjerë. Një element mund të ketë një renditje pozitive ose negative të grumbullit, indeksi Z. Një element i pozicionuar me një renditje shtresimi më të lartë qëndron gjithmonë mbi një element me një renditje shtresimi më të ulët. Nëse disa elemente të pozicionuara mbivendosen me njëri tjetrin pa një vlerë të specifikuar të indeksit Z, ato shfaqen sipas renditjes me të cilën janë përcaktuar në kodin burimor HTML.